Përshëndetje, një mëngjes shumë i mirë për gjithë. Hiri dhe paqja nga Zoti ynë dhe shpëtimtari, Jezu Krishti. Arsyeja kryesore se pse unë ndodhem këtu sot është sepse Zoti i plotfuqishëm më ka besuar një mesazh urgjent dhe jashtëzakonisht të rëndësishëm për jetën tënde. Ky program është për ty. Ne jemi në qindra shtëpi, por Zoti ka menduar për ty. Sepse sot dua të flas për besimin në të padukishmen. Dua të flas për një pasazh biblik që apostullu Shën Pali u shkroi hebrejve që u kthyen në hirinë e Zotit. Kjo letër, kjo epistol quhet drejtuar hebrejve. Kjo epistol është shumë e pasër. Dua të flas për këtë sot. Unë jam apostulli Michelangelo nga kisha ungjillore Krishti jeton, njeriu i Biblës, profeti i Zotit i fjalës. Le të shkojmë te konteksti, ju lutem. Duhet të flas pak për Mojsiun. Shiko çfarë na thot Bibla e Shenjtë, që Mojsiu e konsideroi turpin e Krishtit si pasuri më të madhe se tesaret e Egjiptit, sepse ai shikonte shpërblimin. Me anë të besimit, ai e la Egjiptin, nuk u tremb nga zemërimi i mbretit, përkundrazi, qëndroi i palëkundur, si ai që sheh të padukishmen. Imagjinoj situatën, stresin që po përjetonte Mojsiu, presionin, kur ai duhej të merrte një vendim jetësor. Ose do të vazhdonte të ishte biri i bijës së faraonit, ose do të ndiqte planin e Zotit për jetën e tij. Ai do të ishte çliruesi i madh i popullit hebrej nga Egjipti. Kjo është një situatë shumë e vështirë. E di që nga ana tjetër është kjo person që ndodhet në mes të një situate ku duhet vendos. Ti ndjehesh i humbur, duke ecur në errësirë, pa ditur se ku të shkosh. Ndoshta ke një jetë shumë të ngushtë, jo vetëm në aspektin financiar, por ndonjëherë edhe në atë emocional, e me radhë. Ti që e ndodhur përpara një dere të mbyllur hermetikisht, ti që ke dyshime të thella, frikra të mëdha dhe pasiguri të vazhdueshme, e ndoshta po përballesh me një problematik mjaft serioze dhe të rëndësishme, që lidhet me botën e biznesit tënd. Dhe ti e ke pyetur veten, atje në thellësitë zyrës tënde, ose në shtëpi, ose kur je në makinën tënde, ku është Zoti? Ku është Zoti? Se duhet i përjetoj të gjitha këto? Duket sikur të pabesët ja dalin më mirë se të krishterët. Duket sikur i pabesi arrin të jetojë një lloj jete pas një lidhje me Zotin, sigurisht. Dhe duket sikur njerëzit që kanë diçka nga Zoti në zemrën e tyre, duket sikur gjithçka ndonjëherë është e vështirë. Megjithatë, me këtë pasazh, Mojsiu kërkonte të na mësojë një parim jashtëzakonisht të fuqishëm dhe të rëndësishëm. Që besimi i vërtet dhe i sinqert është pikërisht ai që beson plotësisht në gjërat që syri i njeriut nuk mund t'i shohë, që beson me gjithë zemrën atë që duket si e pamundur dhe që qëndron gjithmonë i fortë dhe krejtësisht i palëkundur përballë çdo lloj vështirësie të jetës. Përballë amikut. Shiko, Mojsiu ishte në një kulturë egjiptiane, brenda një pallati, me gjithë pasurinë e botës, me gjithë kulturën e botës, dhe ati judesh, në momentin kur ti shikon dhe thua çfarë do të bëj, si do ta bëj, çfarë duhet të ndjek, si duhet të ndjek. Atëherë ai i thot, unë sot kam një vendim për të marrë dhe kam dy rrugë. Rruga e lashtë e Egjiptit, simboli madhështor i gjithë botës. Pasuria, shkëlqimi, ose të bindem ndaj Zotit. Edhe pse e di që kjo do të sjellë kundërshtim, edhe pse e di që kjo do të sjellë rrezik, edhe pse e di që kjo mund të sjellë sakrifica. Dhe cili ishte sekreti Mojsiut?
Se sot, në vitin 2025, më 20 prill, ditën e Pashkës, ditën kur festojmë ringjalljen e Krishtit, pse kjo fjalë është e rëndësishme? Sepse Bibla e Shenjtë thot se ai qëndroi i palëkundur, si ai që sheh të padukshmen. Ai besoi që vendimi më i drejtë, më i qartë, më shpirtëror, më i rëndësishëm në jetë, pavarësisht gjithë pasurisë së faraonit, sepse ai ishte nipi, djali i vajzës së faraonit, që në të vërtetë kjo ishte një plan i madh, sepse kishte një urdhër për të vrarë të gjithë fëmijët. Dhe nëna e Mojsiut e vendosi atë në një shport të vogël, buz një lumi, dhe ai lum të çonte pikërisht në pallatin e faraonit. Aty, sipas përcaktimit të Zotit, sipas planeve të tij, sipas pagabushmërisë së tij, do të ishte vajza e faraonit me shërbesat e saj. Kur pan atë foshnjë brenda një shporte, thanë: "Ai është Mojsiu, ai që është nxjerr nga uji." Atëherë e nxorën dhe ai u rit brenda pallatit. Tani, shiko, erdhi një ditë kur ai tha: "Ose do të vazhdoj këtë lloj jete, e di që ka shumë njerëz nga ana tjetër që po jetojnë këtë jetë trazuar." Çfarë thon letrat e tarotit? Çfarë thot harta astrologjike? Çfarë është leximi i dorës nga cigania? Çfarë është ai ritual me një kryqëzim rrugësh? Pra fund, ka njerëz që ndodhen përballë situatave të vështira dhe pa e ditur, po përfshihen me faraonin, me botën, me mëkatin, me gabimin, me ato gjëra që mund shkatrojnë jetën. Atëherë, thuhet se Mojsiu do ta lexoj këtë varg përsëri sepse është shumë i rëndësishëm, ai e braktisi Egjiptin, nuk u tremb nga zemërimi i mbretit, qëndroi i palëkundur, si ai që sheh të padukshmen. Pra, ai qëndroi i palëkundur sepse nuk udhhiqej nga ajo që shihnin syt natyral. Pauliu a tha këtë korintasve: "Ne nuk ecim sipas asaj që shohim, ne me besim." E di që kjo këtu është diçka teologjike e fortë, që Zoti do të flasë në zemrën tënde. Sepse ti je udhëhequr vetëm nga gjërat që sheh, dhe ndonjëherë sytë tanë shohin pamundësitë absolute, vështirësitë, pengesat, shkretëtirën, thatësinë, rrugët e shtrembëra. Dhe shpeshherë ti thua: "Po Zoti?" Pra, Mojsiu nuk u udhëhoq nga ajo që shimin syt natyral, por nga ajo që shpirti e bënte atë të besonte. Ai e shifte Zotin çdo hap. Kush e sheh Zotin, nuk i trembet njerëzve. Ai vendosi pavarësisht nga zemërimi i mbretit, do me thënë nga bota, nga thirrjet e botës. Dhe ndoshta sot jeni personi dominuar nga stresi, nga ankthi, ndoshta ke delire, dridhesh, fillon të dridhesh, pastaj me rivotriu dhe pi një dhe ilaçe të tjera. Zgjohesh dhe merr një ilaç për të marrë energji. Pastaj, kur vjen nata, pesha në jetën tënde, atëherë me rivotril 1, 2, 3, 10, 20 pika. Dhe po jeton një jetë që në dukje është nën shkatrim. Për këtë arsye, thash në fillim të programit, sot ke një vendim për të marrë. Ke dy rrugë: ose ndjek faraonin, botën, famën dhe gjithçka që sjell fama, ose jeton vendimin më të rëndësishëm të jetës, që është jeta e besimit. Çfarë është besimi? Bibla e Shenjtë thotë se besimi është siguria për gjërat që priten, është bindja për faktet që nuk shihen. Besimi është siguri, që është një dhuratë nga Zoti. Pali tha: "Me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit." Kjo nuk vjen nga ju, është një dhuratë nga Zoti, është një karizëm nga Zoti. Besimi vjen nga dëgjimi i fjalës. Kur ti dëgjon fjalën dhe fjalën e Krishtit, e di, kjo nuk është një besim i dobët, nuk është një besim i mishit. Nuk është një besim i bazuar në ndjenja, është një besim i fortë, është siguri, thuaj, është siguri, thuaj, është bindje, është diçka që shpirti e vendos kur dëgjon fjalën e Zotit, që na bën të shohim,
veprimin e Zotit, edhe kur gjithçka duket jashtëzakonisht e vështirë. A nuk është kështu si po e kondi? Gjithçka jashtëzakonisht e vështirë. Pra, besimi në Krishtin, Jezusin, jo Krishti i ditëve të mishit të tij, por Krishti i ringjallur. Pali tha, nëse Krishti nuk do të ishte ringjallur, ne do të ishim njerëzit më të palumtur në botë, sepse mëkatet tona nuk do të ishin falur. E kaluara jon nuk do të ishte. Marr kush është në Krishtin është një krijesë e re, gjërat e vjetra kanë kaluar tashmë. Nuk do të kisha si toja gjithçka ka kalu, jam një burr i ri, jam një grua e re, jemi një familje e re, jam një sipërmarrës i ri. Nuk do të kisha mundësi. Ishte ringjallja e Jezusit ajo që na bëri të besojmë në një besim, në një siguri, në një lloj besimi që na bën të luftojmë. Dhe të fitojmë si dikush që e paraprakisht, kjo është besimi, unë them, unë fitoj, unë kam fitore, edhe pse ende fakti nuk është realizuar. Kjo është e rëndësishme. Nuk po ju flas për një utopi, nuk po përdor këtu një përrall, po përdor një të vërtet të lavdishme, të mrekullueshme, që është jeta e besimit në Jezu Krishtin, i ringjalluri. Ne nuk kemi më një thirrje për të jetu Krishtin në ditët e mishit të tij. Nuk kam më pse të bëj vigjilje të mos hapur një javë. Nuk kam më si të bëj ceremoni, rite judaike. Hiri i Zotit më ka çliruar nga e gjifa kjo, më ka çliruar nga dënimi, më ka çliruar nga një jetë e varfër, e cekët, gjithmonë duke jetuar me të paparashikueshmen. Jo, besimi më bën të eci, më bën të fitoj dhe paraprakisht të profetizoj dhe të shpall fitoren. Edhe pse fitorea nuk ka ardhur ende, unë besoj në fitore. Dhe doja ta përcjelja këtë këtu. Ti jeni biznesmen i madh, ti jeni profesionist i lër, jeni ekzekutiv, jeni amvis, jeni i moshuar, jeni person që ndodhet në burg, një person që ndodhet në spital, je në reanimacion, dikush ka sjell një iPad, dikush ka sjell një telefon celular dhe ti po ndjek shërbesën përmes rrjeteve sociale. Po vi të them, beso, qëndroj fort si ai që sheh të padukshmen. I një person i qëndrueshëm, i disiplinuar. I qëndrueshëm sepse askush nuk ka sukses në jetë nëse nuk është i disiplinuar, i fort dhe i qëndrueshëm. Dhe si është kjo? Si ai që shet të padukshmën? Ndoshta ti thua, por bota nuk mund ta kuptoj këtë, apostull. Por qielli nderon besimi. Besimi është siguria. Pali u tha Romakëve, i drejti do të jetoj me anë të besimit. I drejti do të jetoj me anë të besimit. Atëherë, imagjinoje veten kur vllai Mojsi, përballë gjithë famës, gjithë pasurisë, ai tha, ose do të jetoj me kënaqësinë e përkohshme të mëkatit, që është një tjetër shprehje që Pali përdor për Mojsin, kënaqësitë e përkohshme të mëkatit. Pra, kur një person është në mëkat, ai në dukje, ajo ndjen kënaqësi. Njeriu thotë, kam kënaqësi të pi, kam kënaqësi të nuhas, kam kënaqësi të injektoj, kam kënaqësi të pi krek, kam kënaqësi të raftoj, kam kënaqësi në aktivitete seksuale jashtëmartesore. Pra, kënaqësitë e mëkatit, dëgjoj dashur, të gjitha janë të përkohshme. Të gjitha. Asnjë kënaqësi e mëkatit nuk e mban një njeri, përkundrazi. Mëkatit çon në vdekje. Çfarë do Zoti që ti të kesh? Jetë. Jezusi tha, unë kam ardhur që ata të kenë jetë dhe jetë me bollëk. Pra, Mojsiu, Mogje, ai tha, nuk do të kënaqem me kënaqësitë e përkohshme të mëkatit, sepse njerëku im më ofron më të mirën. Ai është faraoni, unë jam brenda një pavati. Kam një Ferrari, kam një Lamborghini, kam një jahtë 50 këmbësh, kam helikopter, kam avion, e gjithë kjo kalom.
I gjithë kjo kalon. Të gjithë të mëdhenjtë e kësaj toke të paktën mbaje mend këtë, që nga 30 vjet më parë, të gjithë të mëdhenjtë dhe të fuqishmit nuk janë më në tokë. Të gjithë ata që mendonin se nuk do të vdisnin kur, tashmë kanë vdekur. Ose që nuk do të vdisnin, tashmë kanë vdekur. Ka njerëz që mendonin se nuk do të vdisnin dhe ka të tjerë që kanë jetuar pa jetuar kur jetën. Dhe propozimi i këtij mëngjesit Pashkës është ringjallja, është jeta, është lavdia e Zotit, është të njohësh ngushtë kryepriftin e rrëfimit ton. Kryebariu i deleve, apostulli dhe bariu i shpirtit ton, Zoti dhe shpëtimtari ynë Jezu Krishti. Ati i qof nderi, ati i qof lavdrimi, ati i qof lavdia, sepse ai nuk është brenda një varri në Jeruzalem. E gjithë bota që ka udhëtuar në Jeruzalem e di se varri është bosh. Ai u ringjall në ditën e tretë dhe u ngjit në qej. Ai dërgoi shpirtin e shenjtë, ngushëlluesin, që është vetë Zoti. Dhe ai tha, unë do të kthem. Dhe kisha e krishterë, kisha e Jezusit, e vetmja institucion që ai krijoi në këtë tokë, Jezusi nuk krijoi asnjë institucion tjetër, ai tha, unë do të ndërtoj kishën time dhe portat e ferrit nuk do të mbizotrojnë kundër saj. E vetmja institucion e krijuar nga Zoti ishte kisha. Dhe kisha është pikërisht vendi ku duhet të jetë delja, ku bariu duhet kujdeset. Nuk mund të jetë merkantilist, nuk mund të bëjë tregti me fen. Duhet jetë një bari që ushqen, që kujdeset, që ngushëllon, që jep forcë, që ndihmon personin të integrohet. Mbretërinë e patundshme, që është mbretëria e Zotit. Bota nuk e kupton këtë. Njeriu natyror thotë se kjo është marrëzi. Sepse Bibla thotë se është marrëzi për ata që humbasin, por është një fakt për ata që shpëtohen. Dhe unë doja të thoja sot me këtë vendim. Mos e ndiq më botën, mos e ndiq faraolin. Ndiq Jezusin, dorëzoja jetën tënde Jezusit. Dorëzohu para tij. Shkëpute kordonin ombilikal me botën, me kënaqësitë kalimtare të mëkatit. Nuk do të kesh më nevojë për rivotril, për qetësues, për nga ilaçet që i bëjnë njerëzit të mbushen me ndjenja që nuk janë natyrale, i bëjnë të çmenden, i bëjnë të jetojnë një lloj jete që s'ka lidhje fare me jetën. Është Jezusi. Ai tha, unë kam ardhur që të keni jetë dhe jetë me bollëk. Pra bota mund të mos e kuptoj këtë, po ti dashmë e ke kuptuar. Ose është faraoni, ose kënaqësitë kalimtare të mëkatit, ose është Jezu Krishti. Dhe jeta e përjetshme. Beso, prano, thuaj, Zot, Jezus Krisht, unë e rrëfej me gojën time dhe beso me zemrën time se ti ke vdekur dhe je ringjallur. Ti je Zoti i jetës sime. Dhe Bibla thot, do të shpëpësh. Kjo ndodhi pani. Mrekullia e madhe e ringjalljes që na solli jetën, ndodhi tani në jetën tënde. Qoftë lavdëruar Zoti. Dhe i madhruar për të. Bota mund të mos e kuptoj, po besimi nderuar nga Zoti, besimi biblik, besimi në Zotin dhe shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin. Shumë mirë, tani kemi disa minuta. Pas kësaj mesazhi, doja t'ju kujtoja se ne jemi kisha ungjillore Krishti jeton. Ne kemi një katedrale të bukur me parkingje, me punë, që nga foshnjat, adoleshentët, të rinjt, të moshuarit, familjen. Ne kuptojmë që familja është lavdia më e madhe që mund të kemi. Bekimi më i madh që një njeri mund të ketë është të ketë një familje. Faleminderit ekipit tim që më ka shoqëruar prej kaq vitesh në xhirime televizive. Faleminderit të gjithëve që i dua dhe atyre që janë pjesë e familjes Krishti jeton online, sepse njerëz në vende të ndryshme të botës nuk kanë mundësi të vinë në kish, në tempull, në katedrale, në shtëpinë e Atit. Por më lejoni të jem pastori juaj. Keni zgjedhur shërbesën tonë si jetën tuaj, shtëpinë tuaj shpirtërore, edhe pse nga largësia. Janë antar online. Mirënjohja ime e thellë për të gjithë ata që më frymëzojnë të bëj më shumë dhe më mirë për mbretërinë. Hir dhe paqe, dashuria ime, për kujdesja ime, në emër të Jezusit.
Hir dhe paqe.